Si jemi na në familjet tona? Para se të themi si jemi na, si ka qenë pejgamberi a.s. Edhe pejgamberi kishte probleme në familje. Edhe ai kishte mosmarrëveshje. Edhe ai kishte të lashe. Po asnjëherë nuk e kishte shfrytzuar me thonë se unë jam pejgamber i Zotit, apo unë jam i Zotit shtëpisë dhe më hyn hak antarëve të familjes. Ai edhe pse ishte i angazhuar shumë më shumë se sona. Jashtë shtëpisë, në familje ishte shembull dhe model. Ai kur hynte në familje, buzëqeshte, ishte kontribues, i arnonte shpesh herë rrobat e tij, kputët e tij, e pastronte shtëpinë, bënte veprime të cilat neve na u duket pejgamberi Allahut i ka bëu këto, po pejgamberi Allahut. Ati cilët i ka zbrit shpallja për Zotit, pse e bënte këtë? A nuk do të kishte mundësi pejgamberi që të kishte shërptor? Mos harroni se ai ishte edhe lider. Ishte udhëheqës i muslimanëve, ishte president i shtetit. A nuk do të kishte mundësi ai që të kishte shërptor dhe ata t'i bënin këto vepra dhe punë? Kishte mundësi. Po ai kishte zgjedhë jetën e thjeshtë, sepse ai e dinte se dunjaja një ditë përfundon. Dhe aja që mbetet ahireti, mbetet takimi me Allahun. Kur jemi te familja, pejgamberi a.s. shpeshherë i thoshte shokëve të tij, më i miri prej jush, ai i cili është më i miri me familjen e tij. Më i miri prej jush, jo ai i cili është me shokët e tij, jo ai i cili është me njerëz të panjohur, po ai i cili është më i sjellshëm me familjen e tij. A dini pse? Sepse pejgamberi a.s. donte me na tregu se njëri në familje nuk mundet me qenë fallës. Është ai që është.